si ndihmon në aspektin psikologjik, vetëm të qëndruarit larg nga të ngrënit dhe të pirit, ndikon të jemi në kontakt me diçka më të lartë se sa vetëm nevojat fiziologjike në kuptimin për të ushqyer trupin, dhe jemi në një dimenzion pak më tjetër se sa që jemi normalisht, pos ndikimeve pozitive në shëndetin fizik, që nuk jam kompetente për të folur për ato, ndikon edhe në aspektin psikologjik. Gjithashtu, vajtjet dhe ardhjet që i praktikojmë për iftare, ndihmojnë në fuqizimin, në forcimin e lidhjeve mes njerëzve, ne nuk jemi ishuj, njeriu ka nevojë për njeriu. Edhe këtë kemi parë më së miri gjatë pandemisë, kur kemi qenë të izoluar dhe nuk kemi mundur të funksionojmë në asnjë lloj mënyre. Njeriu ka nevojë për njeriu, edhe kjo vetëm se ndihmon bashkëbisedimet që kemi, ndarja e ushqimeve njëri me tjetrin, apo edhe të themi solidarizimi me ata që nuk kanë, që deri në atë moment ndoshta edhe nuk e kishim menduar apo nuk e kishim analizuar në atë mënyrë, derisa nuk kemi edhe vetë të varfër edhe duke mos ngrënë, të uritur. Do me thonë, në të gjitha aspektet, sikur e ngrit njeriu në një dimenzion, në një nivel pak më të lartë se sa që është zakonisht.